Deri në 1000 ndërmarrje të vogla dhe të mesme pritet të vënë drynin çdo javë gjatë gjysmës së parë të vitit 2012 në Greqi. Për shkak të situatës së zymtë ekonomike, vlerëson Komisioni Evropian në një raport të tij, Greqia përballet me një krizë të thellë ekonomike dhe sociale gjithashtu, gjë që reflektohet në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. 6 në 10 biznese pan të ardhurat e tyre të bien ndjeshëm në vitin 2011, edhe 150.000 persona humbën punën, vëren komisioni. Sipas raportit, në vitin 2010, Greqia kishte 742.600 biznese të vogla, ku punësuan 2.512.493 punëtor, ose më shumë se 85% numrit të përgjithshëm të gjithë punëtorëve në vend, një rekord në të gjithë Bashkimin Evropian. Komisioni Evropian bën thirrje për veprim urgjent për mbështetjen financiare të bizneseve të vogla e të mesme, të cilat përbëjnë pjesë më të madhe të aktivitetit ekonomik në vend, strukturën bazë të ekonomisë greke dhe që me mbylljen e tyre shtojnë papunësinë dhe varfërinë e personave të përfshirë në to dhe familjeve të tyre. Që nga shtatori i kaluar, Komisioni Evropian është duke përdorur Task Force-ën për Greqinë, që të gjehet një zgjidhje për të kapërcyer krizën e kreditit që prek këto biznese në Greqi. Në muajin mars u krijua një fond i veçantë garancie nga Komisioni Evropian me një kapital prej 500 milionë euro për të financuar ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, përmes të cilit ndihma nga Banka Evropiane e Investimeve mund të arrijë në 1 miliard euro.